Deputeti e Partisë Demokratike Ina Zhupa, njëkohësisht edhe kryetare e Komisionit të Turizmit, Kulturës dhe Diasporës, ka zhvilluar takime me bizneset dhe qytetarët në Sarandë për t'i pyetur mbi sezonin turistik. Bizneset ankohen se nuk kanë arritur pritshmëritë për një sezon të mbar, dhe se ka qenë një sezon më i dobët se viti i shkuar, i cili vetë ishte më i dobët se 2023. Zhupa shprehet se tendenca është negative dhe shqetësuese. Edhe profili turistëve që kanë frekuentuar zonën ka ndryshuar ndjeshëm, kryesisht turistë me një çantë në krah, që nuk kanë kontribuar në ekonominë lokale. Problemet kryesore sipas saj të Sarandës lidhen me mungesën e infrastrukturës, mungesën e parkimeve, mungesën e ujit të pishëm, problematika me mbetjet, mungesën e aktiviteteve dhe kushteve që do i shtynte turistët të qëndronin më gjatë, por edhe të riktheheshin. Ina Zhupa apelon për turizëm gjithvjetor, për të orientuar turizmin drejt një modeli që prodhon ekonomi dhe rrit mirëqenien lokale.